nuk janë ata aliant të padukshëm por unë vetë i kom parë, një mbi dhe i kom ofruar autoriteteve sektorit sigurisë dhe shumë nga ata që jetojnë afërsitë kufirit me Serbinë, edhe në vazhdimsi pra ka lëvizje të dronëve tash ata nuk mund. Po nëse thoni nuk janë alien, i bie që KFOR-i nuk po e tregon të vërtetën. A mund konstatojmë kështu në bazë të asaj që po e thoni? Nuk mund të thash të akuzoj KFOR-in apo dikën tjetër, por ajo është kompetencë direkte e KFOR-it lidhur me hapësirën e ulët ajrore, ka sa ajo lartë apo komerciale për fluturimet civile gjithashtu. Pra është një autoritet tjetër, por gjithsesi është përgjegjësia e KFOR-it që të bëjë identifikimin edhe të ndërmerr masa ndaj këtyre fluturimeve që janë të dyshimta dhe janë vazhdimësia, po janë përhershme kështu në pjesën kufitare, këta thënë me përgjegjësi të plotë. Po, cila është kompetenca e policisë në këtë rast? E dim që për hapësirën ajrore përgjegjës është KFOR-i, policia vetëm i identifikon dhe e lajmëron pastaj KFOR-in. Si policia duhet të identifikohet dhe të paraqet autoriteteve të KFOR-it, ata duhet të ndërmarrin masa. Edhe KFOR-i Gjerman ka filluar një trajnimet e caktuara lidhur me neutralizimin, por edhe rrëzimin e tyre. Tash është çështje se si do të operohet më tej. Mendoj që kjo praktikë do të ndërpritet. E tash unë prapë po them, po supozoj, kjo nuk dua të spekuloj, që këto mund të jenë dronë që i përdoren autoritetet serbe, pra janë dronë komercial që ata i fusin sistem dhe marrin imazhe për interesat tyre, sidomos kur bëj me infrastrukturën kritike, por edhe ato që presupozojnë prezencën e të autoriteteve të sigurisë tona. Pikërisht, çka mund të shërbejnë këta dronë, zoti Ibishi? E dim që në afërsi të zonës kufitare, bazave ajrore, por edhe infrastrukturës tjetër kritike, siç janë digat, liçeve, mandej burgu i sigurisë lartë, por edhe baza tjera që janë me rëndësi vitale për sigurinë e vendit, por njëkohësisht edhe paraqisin një aspekt pra mbrojtjes infrastrukturës kritike që është me rëndësi vitale për Kosovën. Nëse ngrihen dronë në qiell, në afërsi të zonave kufitare, për çka mund të shërbejnë? Për ta identifikuar prezencën e forcave policore të Republikës Kosovës, për të parë terrenin, kur e dim që në terren për shembull nuk ka shumë lëvizje, kalohet vetëm pika kufitare, nuk ka shumë shtëpi afër asaj zone, për çfarë shërbejnë specifikisht për institucionet e sigurisë në këtë rast të Serbisë? Nëse i ngren dronët lart në